Dhe unë do të bëj një enumeracion gjanash, pak a shumë t'i them, që në vitin 96 që jeton në Milano të Italisë, deri më sot, e ku ka kriju një biznes suksesshëm. Në vitin 2007 filloi studimet për gjeometër në shkollën teknike profesionale Lucia Paciolo Noli në Itali dhe i mbaron në vitin 2012. Në vitin 2016 ka filluar Universiteti i Inxhinierisë në Universitetin e Milanos Itali si inxhinier struktural dhe ambientalist në UPM, Università Popolare Milano, e mbaron në vitin 2019, jam i saktë. Në vitin 2012-2014 ka bërë praktik pune si gjeometër në sistemin italian master në terren në përkantiere. Në vitin 2010-2011 po ashtu ka kryer studime për strukturat metalike e nevojshëm për kualifikimet e vazhdueshme në sektorin e ndërtimit. Në vitin 2009-2010 ka kryer shkollën për zjarfikse emergjente shtetësore, respektimin e masave teknike. Pra ky është një shkollim i vazhdueshëm linear për të qur aty ku sot është Edi dhe pranej ke dhe disa çmime. A mund t'i përmendësh ti apo t'i përmend unë? Disa çmime që t'janë dhënë dhe i ke marrë në Itali. Dhe ky është Ed Noci. Me këto çmime që gjithsekush do t'i kishte privilegj të jashtëzakonshëm dhe çdo deputet në Shqipëri që s'arrin dot kurrë me i marrë këto çmime. Vitin 2008 merr nga Ministria e Punës dhe Zhvillimit Ekonomik të Italisë çmimin e shoqërisë medalje Ari Italia che lavora. Italia që punon. Që punon, bravo. Në 2010 merr nga Shoqata për Drejtat e Njerëzit IGFM çmimin për kontributin e dhënë në mbrojtje të drejtat e migrantëve shqiptarë italisë. Është shumë e rëndësishme kjo. Prandaj ke drejtën ti të kërkosh vota e migrantëve, a kupton ti se i ke mbrojtë këtë drejt para se marr në fushat elektorale. Me rastin e 99 vjetorit pavarësisë merr minjoje nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Rom për kontributin e dhënë për emigracionin. Pra edhe ambasada ka vlerësuar në 2010. Hala pa fund politike, nuk e çet. Që më është dhënë kjo çmim nga kryetarja e Kuvendit Italian, asaj kohë Irene Piveti. Po. Okej, s'kishe hyrë akoma në politikë. Ja. Isha atje. Në vitin 2008 Ministria e Punës italiane dekoroi me medalje të artë për një ndër 10 bizneset ku ndosej konstruksion SRL, më të suksesshëm në Lombarditë të Italisë. Pra, në 10 sukseset më të suksesshëm. Dhe një ndër projektuesit kryesor të projektit gjigant për selin qendrore për gjithë botën të Unicredit tek Porta Garibaldi në Milano, i kryer po nga grupi Noca.